Ju lutem një duartërkitje të madhe për presidentin. Shqiptarë në Finland ka kënaqësinë sot të ftoj në ngjarje të vetëm të nderuar të gjithë Kosovës, gjithë shqiptarëve, zonjë që na ka marrë gjithë dhe zemrën. Kjo vizitë është pjesë e vizitave zyrtare të Është kënaqësi e madhe të jam sot këtu me ju dhe të hap këtë takim në emër të ri dhe të bizniseve shqiptare në Finland dhe të komunitetit tonë. Për ne që jetojmë këtu larg, çdo lidhje me Kosovën ka rëndësi të veçantë. Kur këtë lidhje e forcon prania juaj, zonjë presidente, ajo merr një vlerë edhe më të madhe. Jemi këtu jo vetëm për të dëgjuar, por për të bashkë biseduar, për të ndërtuar ura dhe për të treguar se diaspora është pjesë e gjallë e vendit tonë. Sa vini e nderuar presidente, me këtë rast dua të shprehem mirënjohjen tonë për punën tuaj të palodhur për Kosovën. Të nderuar motra e vëllezër, të dashur bashkëdhetar, për ne që jemi përfaqësues të Republikës së Kosovës, që kemi nderin që t'i shërbejmë qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe kemi besimin e tyre, nuk ka ndjenjë më të veçantë se sa kur takojmë mërgatën tonë të jashtëzakonshme, mërgatë e cila për dekada me radhë e ka dëshmuar se është shpirti dhe zemra e Kosovës. Prandaj falënderimi në fakt shkon për ju, mirënjohja në fakt shkon për ju, dhe nga thellësia e zemrës dua që në emër të secilit qytetar që e kanë ndjerë mbështetjen tuaj t'ju falenderoj. Në kohët më të rënda, ju u bët shtylla më e fuqishme e mbijetesës së popullit tonë. Kohën kur luftonim për hiri, ju latë gjithçka prapa, duke dëshmuar se mund të jeni larg, por kur nuk e keni harruar ardhëun tuaj, por kur nuk keni harruar që Kosova ka nevojë për ju, që kombi ynë ka nevojë për ju. Edhe këtu në Finland ju vazhdoni të jeni zë i fuqishëm i mbrojtjes së interesave të vendit tonë. Jo rastisht sot në preskonferencën me presidentin e Finlandës, ai e përmendi që komuniteti ynë këtu në Finland janë ndjenjë krenarie, jo vetëm për shkak se janë integruar në mënyrë të shkëlqyeshme, por edhe për shkak të sukseseve të jashtëzakonshme që secili prej jush i keni arritur duke kontribuar kështu edhe në suksesin e vetë Finlandës. Nuk mund të gjej fjalë t'ju tregoj se sa krenar na bëni ju neve. Qoftë në botën e biznesit, nëpërmjet rrjetit bizneseve e shumë sukseseve tjera, e deri te studentët. Secili student, secila studente, por në veçanti dua t'i falenderoj gratë. Gratë të cilat janë shtyllë e fuqishme e emancipimit të vazhdueshëm të popullit tonë, duke treguar, siç e pam edhe nëpërmjet arditës, talentin e jashtëzakonshëm që ato kanë, siç e ka secili pjesëtar i mërgatës sonë. Sa të suksesshëm jemi ne brenda reflekton edhe jashtë. Mirë po, nuk është vetëm brenda Kosovës suksesi i saj.
Ky sukses ndërtohet kudo që jetojnë dhe veprojnë mërgata jonë. Çdo suksesi juaj këtu në Finxhan apo gjetiu do të jetë edhe sukses i Republikës së Kosovës. Ne kemi nevojë më shumë se kurrë të forcojmë lidhjet tona. Kemi nevojë që edhe gjeneratat e reja, të cilët kanë lindur këtu, ta mbajnë gjuhën gjallë. Natyrisht që jemi një gjak, por gjuha është ajo që na ndihmon që gjithmonë ta mbrojmë identitetin tonë. Por edhe sot Kosova ka nevojë për ju. Ka nevojë për ekspertizën tuaj, ka nevojë për zërin tuaj në vendimmarrjen ndërkombëtare, ka nevojë për përkrahjen tuaj në proceset në për të cilat po ecim përpara. Ne po punojmë çdo ditë që Kosova ta forcojë shtetësinë e saj, pikërisht për këtë arsye. Bashkimi i të gjithë neve na përbën fuqinë më të madhe. Ju falenderoj edhe një herë për gjithçka që bëni. Mos harroni, ku është zemra juaj, aty është Kosova, do të jemi gjithmonë bashkë, llogaritni në ne, ashtu siç llogarisim edhe ne në ju.